Me kërkesë të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Partitë Popullore Europiane dhe Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian do të sjellin në Shqipëri 2 misione faktmbledhëse për pretendimet e opozitës për zgjedhjet e 11 majit. Sipas Bylukbashit, misioni faktmbledhës pritet të vijë në muajt në vijim, që bërkon me publikimin e raportit përfundimtar të misionit të ODIHR. Për MCN TV, nënkryetari i Partisë Demokratike Oert Bylukbashi u shpreh se misionet faktmbledhëse mund të marrin gjetjet e PD, por nuk ndalen në këtë. Rezultati pritet të jetë në disa dimensione. Është një proces politik i rëndësishëm që unë mendoj bazuar dhe çka ndodhur në të shkuarën. Është rasti vitit 2001, kur pas raportit të ODIHR-it nxorri fakte shumë të rënda për zgjedhjet e 2001-shit, ne patëm rezoluta të rëndësishme në Parlamentin Evropian, të cilët detyruan qeverinë e kohës që presidenti i Republikës ta merrtonte me konsensus dhe jo me votat e saj. Ndryshimi i prokurorit përgjithshëm, shefi i shërbimit informativ, kodin zgjedhor, një reformë një vjeçare konsensuale 2002-2003 e të tjera me radhë. Të gjitha sepse Parlamenti Evropian dhe Komisioni dhe Komuniteti Evropian, Bashkimi Evropian, i imponoi mazhorancës socialiste të kohës mos përdorte shumicën e cilësuar që e kishte në dorë. Në mënyrë fare interesante, zoti Galler, kur raportoi për zgjedhjet, tha, pavarësisht mazhorancës, ajo që presim ne është konsensusi. Në vijim Bylukbashi tregon se si ka evoluar presioni në zgjedhje ndër vite. Ai ishte drejtues politik në Durrës, ku tha se u përball me një kartel droge, por arriti të ruante mandatet e zgjedhjeve të 2021-shit. Nëse dikur në 2001-shin presionin në qendrën e votimit e bënte policia, i bënte presion zgjedhësve, dhe zgjedhësit të ktheheshin kur shihnin makinën e policisë para derës së qendrës votimit, apo i bënte presion komisionerëve, madje i përndiqte dhe i rrite. Kjo ndodhte në 2001-shin, dhe këtë e bënte policia. Sot kjo është bërë me outsource krimit organizuar. Çka ndodhur në Durrës, karteli më i madh i trafikut të kokainës, u desh të vinte antimafia italiane që të vihesh në lëvizje spaku për ta bërë këtë gjë. Përndryshe, nuk ndodhte. Megjithatë, pavarësisht në Durrës, pavarësisht gjithë i presioni, me gjithë organizimin, me punën, me kandidatët, me të gjithën, arritëm mbajtëm rezultatin në gjithë qarkun e Durrësit pa ndryshuar. Zgjedhjet e 11 majit të 2025-s, sipas nënkryetarit të PD, ushtrojnë presion që sistemi zgjedhor aktual të hidhet në kusht të plerash, pasi është një sistem hibrid dhe jo përfaqësues. Duhet ndryshohet sistemi zgjedhor pa diskutim. Nuk ka diskutim. Ky është sistemi një hibrid i shëmtuar i vitit 2020, i Edi Ramës dhe Damian Gjeknuri. Ky nuk është sistemi i vitit 2008. Sistemi i vitit 2008 prodhoi dhe rotacion politik në 2013. Kurse ky sistem nuk lejon rotacion politik. Vret partitë e vogla, dëmton rënd opozitën. Edi Rama në mënyrë absolute refuzoi çdo ndryshim të sistemit në vitin 2024. U propozua dhe ide i proporcionalit kombëtar, apo rikthimi tek sistemi gjerman. Nuk kishte asnjë dakordsi për këtë gjë. Një tjetër element i zgjedhjeve të 11 majit sipas Bylukbashit është vendosja në pikpyetje nëse ekziston shtetësi së drejtës. Ai tha se kryeministri Edi Rama në zgjedhjet e 11 majit ishte shembulli i mosbatimit të ligjit me faljen e gjobave gjatë kohës që nuk lejoi dhe për bonusin e pensionistëve.